dhe se si neve mund të arrijmë me mjetet ligjore që ligji na njeh të bëjmë mbledhjen e detyrimeve për kompaninë. Unë ndeza regjistrimin tani për ato që që në të seancë do trajtojmë menaxhimin e debitorëve. Menaxhimi i debitorëve është një tematikë shumë e rëndësishme për ato që do të punojnë nëpër shoqëri tregtare, sidomos sepse të gjitha kompanitë që ofrojnë mallra ose shërbime në një moment caktuar kanë debitor, pra kanë persona të cilët nuk kanë shlyer detyrimet e tyre. Dhe ligji neve na njeh disa mjete me anë të cilave neve mund të pretendojmë ekzekutimin e detyrimeve. Tani, që të arrijmë deri tek mjetet që ligji na vën në dispozicion për të bërë mbledhjen e detyrimeve, flasim pak për detyrimin, pra çfarë janë detyrimet në tërësi dhe çfarë konsiderohet kur një detyrim është i pashlyer, kur konsiderohen afatet në të cilat neve mund të fillojmë të ndërmarrim hapa ligjore, çfarë mund të bëjmë neve para se të ndërmarrim hapat ligjore, çfarë ndodh në momentin që gjykata ka vendosur në favorin ton dhe ka vendosur për detyrimin e palës për të shlyer detyrimet, cilat janë le të themi institucionet apo edhe kompani private që funksionojnë për mbaruesit, pra të cilëve ne mund të drejtohemi për të bërë fazën e ekzekutimit final, si vendoset marrëdhënia ose si konsolidohet marrëdhënia ndërmjet neve në rolin e kreditorit dhe përmbaruesit për ekzekutimin e detyrimit. Të gjitha këto do të shikojmë në seancën e sotme, dhe siç e dini, fillimisht do të shikojmë pjesën e një përmbledhje teorike se çfarë janë të gjitha këto që folëm, dhe pastaj do të kalojmë konkretisht në analizën e drafteve të akteve të nevojshme për të gjithë të proces. Atëherë dini, për ato që kanë mbaruar drejtësi në fakt, por edhe për ato që janë të një profesioni tjetër apo të një fushë tjetër, detyrimi është një marrëdhënie juridike me anë të cilës një person që është debitori detyrohet të jap ose të kryej apo të mos kryej një veprim të caktuar në dobi të një personi tjetër i cili është kreditori, i cili nga ana e tij ka të drejtë të kërkojë të jepet të kryhet diçka apo të mos kryhet një veprim. Në përgjithësi në jetën e përditshme neve shpeshherë pa e kuptuar hymë në marrëdhënie detyrimi sepse janë transaksione të përditshmërisë aq të vogla sa nuk e mendojmë kurrë në këtë aspekt, por thuajse të gjitha marrëdhëniet e përditshme që neve kemi që nga e blera në një dyqan dhe gjitha ato me radhë, në një farë mënyrë krijojnë një lloj marrëdhënie detyrimi dhe krijojnë një transaksion. Siç thamë, detyrimi është një marrëdhënie me anë të cilës debitori detyrohet të jap ose të kryejë diçka apo të mos kryejë diçka. Dhe detyrimet neve na lindin nga ligji dhe nga kontrata. Përgjithsisht kur detyrimet lindin nga ligji, ato kanë afate të caktuara shlyerje në varësi të ligjit në bazë të cilit ato lindin, ndërsa kur detyrimet lindin nëpërmjet kontratës, atëherë jemi ne që vendosim kushtet dhe afatet e përmbushjes së këtij detyrimi nga ana e debitorit. Normalisht, siç thash, sidomos ku kemi të bëjmë me detyrime që lindin për shkak të kontratës, sepse janë vetë palët ato që i vendosin këto kushte dhe rrethana të kontratës, detyrimet vendoset që duhet ekzekutohen në kohën, vendin dhe mënyrën e përcaktuar në kontratë ose në mungesë të saj në ligj. Tani, çfarë nuk kuptojmë në kohën? Kohën normalisht të gjitha detyrimet ose të gjitha kontratat që juve mund t'ju rastisit të keni parë apo të keni analizuar, do të shikoni që të gjitha kontratat kanë një afat të caktuar, në të cilat kemi të bëjmë me një pagesë apo me një detyrim të caktuar i cili duhet të ekzekutohet. Një sekondë, lutem thjesht të pranoj. Ok, jam pranuar. Po thoja që në të gjitha kontratat me një detyrim të caktuar, zakonisht kemi dhe një afat brenda të cilës ky detyrim duhet shlyer. Qoftë kjo një kontratë shërbimi, të cilin legjislacioni jonë, siç e dini, nuk është se e parashikon në mënyrë specifike, megjithatë lë mundësi që palët ta rregullojnë sipas nevojës dhe rrethanave, ku njëra palë duhet të kryejë një shërbim të caktuar, qoftë edhe nga ana tjetër një kontratë detyrimi që mund të lidhet me mund të jetë një kontratë furnizimi, ku i furnizuari ka një afat caktuar për të bërë pagesën. Si thash, mund të jetë një kontratë shërbimi, ku ofruesi i shërbimit duhet të kryejë një shërbim të caktuar apo të ofrojë një shërbim të caktuar brenda një afati. Mënyrën, neve mundet që në kontratë të parashikojmë që shlyerja të bëhet jo vetëm në para, por të bëhet edhe në natyrë. Neve mund të parashikojmë që shlyerja e detyrimit të bëhet me këste, të bëhet në një këst të vetëm. Të gjitha këto janë mënyra që palët i vendosin në kontratë për t'i facilituar mënyrën e shlyerjes së detyrimit dhe për t'u përshtatur edhe tipologjisë së kontratës
dhe rrethanave të bashkëpunimit konkret ose të marrëdhënies juridike konkrete. Në rastet kur, siç tham, në kontratë apo në ligj kemi një afat të caktuar për përmbushjen e detyrimeve, detyrimet jo gjithmonë mund të arrijnë të përmbushen brenda afateve që neve kemi parashikuar, sepse për arsye të ndryshme palët mund të mos jenë në gjendje të aftësisë paguese, mundet që një palë të mos ketë qoftë edhe vullnet për të flyer detyrimin, mundet që një palë të kalojë përgjegjësi ekonomike detyrim dhe çfarë ndodh atëherë kur palët nuk arrin ta zgjidhin dot me mirëkuptim, le të themi, këtë vonesë në shlyerjen e detyrimit. Pra palët nuk arrin të bien një dakordësishe ose të shtyhen afatën e pagesës ose të zgjidhin në mënyrë tjetër. Atëherë vetëm një mundësi që ngelet kreditorit në këtë rast, që është pala të cilës duhet i shlyejë detyrimi, të cilit duhet i ofrojë shërbimi apo në favor të cilit duhet të mos kryejë një veprim i caktuar, ngelet vetëm të drejtohet gjykatës dhe të bëjë të mundur ekzekutimin e këtij detyrimi nëpërmjet forcës shtrënguese të shtetit. Pra forca shtrënguese e shtetit në rastin e ekzekutimit të detyrimeve normalisht bëhet nëpërmjet gjykatës, nëpërmjet institucioneve të caktuara që ligji ka përcaktuar për t'i ardhur në ndihmë çdo personi që i është cënuar e drejta e tij, dhe në rastin konkret kreditorit, të cilit i është cënuar e drejta e tij për t'u paguar në brenda afatit caktuar në kontratë. Ekzekutimi i detyrimeve si ta mund të bëhet nëpërmjet ekzekutimit vullnetar nga ana e debitorit ose nëpërmjet ekzekutimit detyrueshëm përmes forcës shtrënguese të shtetit. Ekzekutimi vullnetar është pjesa kur debitori ose pala pjesëmarrëse në kontratë e bën vetë vullnetarisht shlyerjen e detyrimit brenda afateve të përcaktuara, pa qenë nevoja që kreditori të ndërmarrë hapa të tjera ligjore. Ndërsa ekzekutimi përmes forcës detyruese të shtetit, siç thash, bëhet nëpërmjet institucioneve të caktuara, siç është përmbarimi, shërbimi përmbarimor shtetëror apo privat, pasi është angazhuar fillimisht gjykata. Pra normalisht shërbimi përmbarimor nuk mundet që të fillojë të bëjë ekzekutimin pa qenë angazhuar fillimisht gjykata dhe pa pasur një vendim gjyqësor ose një urdhër ekzekutimi. Megjithatë do të shikojmë gradualisht se çfarë janë urdhri i ekzekutimit dhe si lëshohet ai. Që të angazhojmë, siç thash, shërbimin përmbarimor, neve duhet të kemi një titull ekzekutiv. Çfarë është titulli ekzekutiv? Titulli ekzekutiv është një akt që materializon të drejtën e ekzekutueshme ende të papërmbushur dhe që mund të ekzekutohet përmes forcës shtrënguese të shtetit me ose pa vullnetin e debitorit. Pra titulli ekzekutiv është një akt në të cilin i cili përmban të drejtën e palës, pra një akt në të cilin është konkluduar që palës kreditore i takon e drejta për të përmbushur ky detyrim ndaj tij, dhe kjo e drejtë është akoma e papërmbushur, pra pala e ka aktin që materializon këtë të drejtë, ku parashikohet se e drejta i takon kreditorit në masën dhe të gjitha elementet e tjerë që ai duhet përmbajë, por është ende e papërmbushur, sepse vetë pala nuk mundet që nëse ka një titull ekzekutiv të shkojë ta ekzekutojë atë vetë. Do ta kuptojmë se çfarë është titulli ekzekutiv ose çfarë më saktë quhen legjislacioni jon, çfarë konsideron legjislacioni jon titulli ekzekutiv, pra akte që materializojnë një të drejtë ekzekutueshme, akte që përmbajnë një të drejtë e cila mund të ekzekutohet dhe që është ende e papërmbushur. Siç thash, legjislacioni shqiptar njeh disa tituj ekzekutiv. Këto parashikohen të gjithë në kodin e procedurës civile. Megjithatë, kodi i procedurës civile, siç do ta shikojmë, lë edhe hapësirën ose më saktë ka të parashikuar faktin që titulli ekzekutiv mund të parashikohen edhe në legjislacione të veçanta, dhe unë do t'ju përmend disa prej tyre. Po le t'i marrim me radhë. Çfarë konsideron ligji shqiptar, legjislacioni shqiptar si titull ekzekutiv? Pikë së pari janë vendimet civile të formës së prerë të gjykatës që përmbajnë një detyrim, vendimet e dhëna prej saj për sigurimin e paditësi dhe për ekzekutimin e përkohshëm. Pse gjykata ose më saktë pse ligji thotë që janë vetëm vendimet civile të formës prerë që përmbajnë një detyrim? Sepse ne mund të kemi vendime që përmbajnë detyrim, mund të kemi edhe vendime që kanë karakter njohës, në të cilat nuk mund të ekzekutohen. Pra, nëse një palë, le të themi, paraqet një padi njohëse në gjykatë, e cila nuk ka as edhe një veprim i cili është i nevojshëm të ndërmerret nga përmbaruesi për ta bërë të ekzekutueshme të drejtën e tij, atëherë këto nuk janë vendime që përbëjnë titull ekzekutiv dhe nuk janë vendime më saktë që kanë nevojë për ndërhyrjen e institucionit të përmbaruesit për t'i ekzekutuar. Kemi vendime gjyqësore të formës prerë civile,
Kemi edhe vendimet për sigurimin e padisë. Çfarë janë vendimet për sigurimin e padisë? Sigurimi i padisë është një institut të cilin legjislacioni jonë e njeh, i cili synon të bëjë të mundur ose më saktë synon marrjen e masave caktuara nga ana e gjykatës në mënyrë që të garantohet që në momentin që gjykata do të ketë arritur në konkluzionin e saj për të dhënë një vendim, e drejta e palës nuk do të jetë bërë pa ekzekutueshme, ose nuk do të ketë ndodhur ngjarje. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë, për marr një shembull. Në rast se në një le të themi proces gjyqësor, pala pretendon se është pronari një pune të caktuar dhe pretendon që kjo pronë t'i kthehet pra një paditje vendikimi, po ndërkohë pala që ngre këtë paditje vendikimi është në dijeni dhe të faktit që personi i cili e posedon synon të ndërtojë mbi atë pronë, synon të bëjë tjetërsime që të palishme, sepse nuk është pronar, por është posedues i palishëm, ai mundet që në gjykatë të kërkojë që të pezullohen të gjitha këto punime që po bëhen, mund të kërkojë që të pezullohen leje të caktuara, e njëjta gjë për shembull mund të ndodhi edhe në rastet e kur merren vendime nga institucione shtetërore të cilat kanë të bëjnë me prishjen e objekteve private për qëllime publike dhe palët mund të kërkojnë në gjykatë që të bëhet sigurimi i padisë, pra të pezullohen gjitha këto punime deri në momentin që gjykata ka vendosur në lidhje me lishmërinë e aktit administrativ që ka dalë për shëmbjen e tyre objekteve. Dhe normalisht gjykata para se të japi një vendim për sigurimin e padisë, vlerëson disa faktorë. Njëri nga faktorët është në rast se pala krijon le të themi gjykata arrin të krijojë dyshime të arsyeshme që e drejta i përket palës dhe faktit që në rast dhe kriteri tjetër që gjykata merr në konsiderat është që ekziston rreziku që nga precipitimi i situatës gjyqësore të cënohet e drejta e palës dhe të bëhet e pa ekzekutueshme në momentin që gjykata do të ketë arritur një vendim përfundimtar. Si dhe vendimet për ekzekutim të përkohshëm. Vendimet për ekzekutim të përkohshëm janë ato vendime që gjykata merr zakonisht pas përfundimit të palët e kërkojnë që në shkallë të parë dhe janë ato vendime që gjykata i jep me ekzekutim të përkohshëm, pra pa qenë nevoja që të merret një vendim në formës prerë nga gjykata e apelit. Të tilla vendime janë vendime që kanë të bëjnë me detyrimin ushqimor, janë vendime që kanë të bëjnë me shpërblimin nga marrëdhëniet e punës dhe përgjithsisht janë ato vendime që kanë karakter social të tillë që gjykata vlerëson se është e nevojshme që palës le të themi vendimi t'i ekzekutohet në kushte të përkohshme, pra në mënyrë të menjëhershme pas marrjes së vendimit të shkallës parë, sepse mos ekzekutimi i tij njëherë mund të shkaktojë vështirësi ekonomike dhe mund të cënojë le të themi gjendjen e përgjithshme të palës. Pra, titulli ekzekutiv konsiderohen vendimet e formës prerë që përmbajnë detyrime, vendimet për sigurimin e padisë dhe vendimet për ekzekutimin e përkohshëm. Gjithashtu konsiderohen titulli ekzekutiv edhe vendimet e gjykatës penale të formës prerë në pjesën që bën fjalë për drejtë pasurore. Siç e dini, një pjesë e veprave penale që parashikon Kodi Penal lidhen dhe me të drejta pasurore. Kemi gjithashtu vendimet e gjykatave të arbitrazhit të shteteve të huaja, që i është dhënë fuqi sipas dispozitave ligjore të këtij kodi, vendimet e gjykatave të arbitrazhit të Republikës së Shqipërisë, aktet notariale që përmbajnë detyrimin të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare ose aktet për dhënien e kredive nga institucionet financiare jo bank. Tani kjo pjesa këtu është shumë e rëndësishme dhe tek e cila do ndalemi gjithsesi tek pjesa e akteve notariale, sepse edhe vetë legjislacioni jon, nëse do të lexoni kodin e procedurës, edhe vetë legjislacioni jon për këto akte ka disa kritere paksa më tepër dhe le të themi, duke qenë se edhe në momentin kur këto janë miratuar, ka pasur goxha kundërshtime dhe debate ndërmjet juristëve dhe profesionistëve të së drejtës, sepse le të themi përmes këtij parashikimi të kodit procedurës parashikohet se kontratat e kredive bankare apo dhe kontratat me institucionet jo bank, siç janë këto institucionet mikrofinanciare, përbëjnë titull ekzekutiv. Përbëjnë titull ekzekutiv dhe kjo nuk kupton që për ekzekutimin e tyre nuk është nevoja që palët të drejtohen me një kërkesë padi gjykatës, por mund të kërkojnë menjëherë lëshimin e uljes të ekzekutimit. Do ta shikojmë në vijim këtë pjesën, po
kjo është për të kuptuar faktin që disa akte specifike, por nga vetë natyra që kanë dhe por nga vetë karakteri social apo edhe nga mënyra si e kanë vlerësuar gjykatat, për shembull, për pjesën e akteve për dhënien e kredive bankare, pra kontratat e kredisë bankare, që ka pasur edhe vendim nga gjykatat kushtetuese, parashikon se prevalon, le të themi, interesi publik, të cilin në një farë mënyrë përfaqësojnë bankat dhe prandaj është dhënë ky lloj lehtësimi që ato të ekzekutojnë detyrimet që rrjedhin nga kontratat e kredisë menjëherë me lëshimet urdhrit të ekzekutimit, pa qenë nevoja që të iniciojnë një gjyq themeli. Do të shikojmë në vijim këto sepse do të ndalen gjithsesi aktet notariale dhe tek kontratat. Gjithashtu titulli ekzekutiv përbën dhe kambialet, çelëshet, letrat me urdhër ose aktet të tjera që barazohen me to, si dhe aktet të tjera që sipas ligjeve të veçanta parashikohet që përbën titull ekzekutiv. Tani unë do të ndalim gjithsesi një nga këto akte, që është fatura tatimore. Megjithatë, thjesht dua t'ju përmend edhe faktin që akte të tjera që sipas ligjeve të veçanta konsiderohen titull ekzekutiv mund të kemi faturën e energjisë elektrike, mund të kemi faturën e ujësillësit. Pra, këto siç e shikoni, përgjithsisht të gjitha këto akte përveç vendimeve gjyqësore që ligji i parashikon si titull ekzekutiv menjëherë janë akte të cilat gjithsesi janë të lidhura në një farë forme me interesin publik dhe janë të lidhura ngushtësisht me interesin e përgjithshëm të shoqërisë, siç e shikojmë bankat, faturat e energjisë elektrike, sepse të gjitha këto janë, le të themi, detyrime të cilat nëse nuk shlyhen, sillin problematika të theksuara në të gjithë shoqërinë, nëse nuk arrin të shlyhet, le të themi, ose në rast se operatori i energjisë elektrike do të ishte i detyruar që për çdo konsumator i cili nuk paguan detyrimet e tij të ngrinte një gjyq themeli, atëherë do të krijohej një borxh shumë i madh, i cili do të ndikonte në mënyrë direkte apo indirekte në gjithë shoqërinë dhe në furnizimin me energji elektrike. Në njëjta mënyrë, ose më saktë, njëjta logjikë është përdorur edhe në rastin e kredive bankare. Për të kuptuar që në rast se bankat do të ishin detyruar që për çdo kreditor ose për çdo person që ka marrë një kredi të ngrinin ose të inicionin gjyq themeli dhe kjo do të krijonte mungesë likuiditeti në bankë dhe banka do të kishte nevojë për një afat shumë të gjatë për të mbledhur detyrimet e saj dhe për të vijuar, le të themi, mekanizmin që përdor banka për dhënien e kredive, marrjen e depozitave dhe gjitha këto me radhë. Pra, gjithë ideja e kësaj është që të gjitha ato aktet të cilat janë titull ekzekutiv dhe që nuk janë vendime gjyqësore, kanë nga mbrapa një karakter publik ose më saktë janë të lidhura ngustisht me interesin publik apo me mirë funksionimin e shoqërisë në tërësi. Atëherë po thoja që të gjitha këto akte të cilat përbëjnë, le të themi, titull ekzekutiv që të materializohen ose më saktë që neve të shkojmë për ta thënë thjesht ta kuptoni. Në momentin që neve kemi një titull ekzekutiv, neve nuk mund të drejtohemi drejt për drejt për mbaruesit dhe të pretendojmë që ai të fillojë ekzekutimin. Titulli ekzekutiv vihet në lëvizje ose vihet në ekzekutim përmes urdhrit të ekzekutimit. Urdhri i ekzekutimit lëshohet gjithmonë nga gjykata. Dhe në rastet kur kemi të bëjmë me kategorinë e parë, pra me vendimet civile të formës prerë, gjykata lëshon, le të themi, po në dispozitivin e vendimit urdhrin e ekzekutimit, ose më saktë parashikon po në dispozitivin e vendimit urdhrin e ekzekutimit. Për vendimin e gjykatës për sigurimin e padisë ose për ekzekutimin e përkohshëm nuk është nevoja të lëshohet një urdhër ekzekutimi, por janë drejt për drejt të ekzekutueshme nga përmbaruesi. Për vendimet penale të formës prerë për pjesën që bëjnë fjalë për drejta pasurore, edhe në këtë rast parashikohet në dispozitivin e vendimit. Për vendimet e gjykatave të arbitrazhit për shteteve të huaja, zakonisht lëshohet nga gjykata që ka bërë njohjen e vendimit dhe siç e dini, njohjen e vendimit e vendimeve të huaja, të gjykatave të huaja në Shqipëri e bën gjykata e apelit e Tiranës. Aktet notariale që përmbajnë detyrime në të holla, si dhe aktet për dhënien e kredive bankare dhe dhënien e kredive nga institucionet bankare, kërkesa për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit bëhet në gjykatë dhe duke ndjekur, le të themi, rregullat e parashikuara në kodin e procedurës civile për vendin se ku ngrihet padia. Pra ndjek të njëjtën logjikë dhe përgjithsisht këto kërkesa ngrihen në vendbanimin e debitorit
nëse linë e debitorit, apo në rast se le të themi është parashikuar ndryshe nga palët, mund të jetë edhe një kompetencë territoriale tjetër, po kjo është më shumë aplikueshme në rastet kur kemi të bëjmë me kërkesë padi, themeli dhe kur kemi të bëjmë me detyrime që rrjedhin nga kontratat dhe palët kanë parashikuar në kontratë një gjykatë të caktuar në cilën do doni që të bëni zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Në rastin konkret, kur kemi të bëjmë me kërkesën për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, tash do ndjekim rregullat e përgjithshme që përmban kodi i procedurës për vendin ku ngrihet edhe kërkesëpadia. Pra përgjithsisht është vendbanimi apo selia e debitorit. Gjithashtu edhe për aktet e tjera, siç thamë, që ishin faturat tatimore, që ishin faturat e energjisë elektrike apo ato të ujësillësit dhe aktet e tjera që ligji i parashikon si titulli ekzekutiv, edhe këto do të ngrihen në vendbanimin apo selinë e debitorit dhe duke ndjekur pastaj me radhë të gjitha rregullat e kodit procedurës civile. Urdhri i ekzekutimit lëshohet në bazë të kërkesës së palës dhe shkruetimi i saj bëhet pa praninë e palëve. Çfarë do thotë kjo? Për ta kuptuar në praktikë ose më saktë që ju ta kuptoni në mënyrë më të qartë. Kemi një vendim gjykate, në të cilin është parashikuar që kontrata që kishin lidhur palët, pala nuk i ka shlyer detyrimin e saj, dhe vendimi i gjykatës parashikon detyrimin e palës së paditur për të shlyer detyrimin monetar në masën X, dhe pala me këtë vendim që ka, ky vendim tashmë konsiderohet titull ekzekutiv. Përmes titullit ekzekutiv dhe urdhrit të ekzekutimit që parashikohet në dispozitivin e vendimit, pala mund të shkojë pranë një përmbaruesi privat apo publik dhe të kërkojë që të bëhet ekzekutimi i këtij vendimi. Pra të kërkojë që të vihet të materializohet ky vendim dhe të ndërmerren të gjitha hapat e nevojshme që të bëhet shlyerja e këtij detyrimi. E njëjta gjë ndodh edhe për të gjitha aktet e tjera që parashikohen si titull ekzekutiv. Pra, në rast se neve jemi drejtuar gjykatës me një faturë tatimore dhe kemi pretenduar që kjo faturë tatimore është e pashlyer, duke paraqitur edhe të gjithë dokumentacionin që do ta shikojmë në vijim, kemi paraqitur edhe të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për t'i vërtetuar gjykatës që kjo faturë tatimore është e rregullt dhe është lëshuar sipas legjislacionit në fuqi. Në momentin që gjykatës i kemi paraqitur të gjitha këto, le të themi, element, faturën bashkë me pjesën e dokumentacionit shoqërues dhe gjykata na ka lëshuar urdhrin e ekzekutimit, neve mund t'i drejtohemi një përmbaruesi për të bërë ekzekutimin dhe materializimin e tij në praktikë. Dhe thamë, urdhri i ekzekutimit vije gjithmonë në lëvizje nga kreditori, sepse është kreditori ai që i është drejtuar gjykatës për ta lëshuar atë, dhe gjykata shutimin e saj e bën një kamera, pra e bën në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. Siç thash, për mua, dy pjesët që janë të rëndësishme, le të themi, për t'u trajtuar paksa më në detaje në lidhje me titull ekzekutiv janë aktet notariale dhe faturat tatimore. Pra, sepse këto janë pjesë të cilat ndryshe nga vendimet gjyqësore, të cilat e kemi të materializuar nga ana e gjykatës, le të themi, titullin ekzekutiv për gjykata ajo që na ka dhënë të drejtën. Këto janë akte të cilat ligji ka parashikuar edhe disa kritere shtesë që të përbëjnë titull ekzekutiv. Do ta shikoj konkretisht në pjesën e akteve notariale. Siç thamë, ligji parashikonte që ose më saktë kodi i procedurës civile parashikonte që aktet notariale që përmbajnë detyrime të holla përbëjnë titull ekzekutiv. Çfarë do thotë që përbëjnë titull ekzekutiv? Po e përsëris edhe një herë, do të thotë që neve nuk i drejtohemi gjykatës për kërkesë padi, thjesht i drejtohemi gjykatës me kërkesë për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Dhe pastaj me këtë urdhër ekzekutimi ne mund të drejtohemi përmbaruesit. Por ligji, duke qenë se këto janë akte që nuk formësohen brenda procesit gjyqësor, dhe çfarë nuk kupton kjo që nuk formësohen brenda procesit gjyqësor? Kjo nuk kupton që janë akte të cilat në krijimin e tyre nuk kanë të njëjtat garanci të cilat ofron procesi gjyqësor apo garanci të cilat ofron në fund ditës një vendim gjyqësor. Dhe këto garanci lidhen me parimet kontradiktoriteti, lidhen me hetimin e gjithanshëm që i bëhet një çështjeje. Këto janë akte që formësohen ndërmjet privatëve ose nga privatët. Dhe si të tilla, ligji i vendos disa kushte shtesë për të garantuar, le të themi, edhe të drejtat e palës debitore. Në rastin konkret, aktet notariale që përmbajnë detyrime të holla përbëjnë titull ekzekutiv duke përmbushur kushtet e mëposhtme, që janë: konsiston në një veprim juridik të njëanshëm, i cili përmban një detyrim të njëanshëm për pagimin e një shume të holla, ku detyrimi mund të ishte
Çfarë kuptojmë në këtë pjesë? Kuptojmë që aktet notariale, të cilat përmbajnë një detyrim të holla, të përbëjnë titull ekzekutiv, ato duhet të jenë të njëanshme. Duhet të përmbajnë një detyrim të njëanshëm për pagimin e një shume. Që do të thotë, neve mund të kemi edhe një kontratë notariale, por kjo nuk do të thotë që kontrata përbën titull ekzekutiv. Neve mund të kemi edhe një kontratë huaje, që në vetvete duket sikur është e njëanshme sepse vetëm njëra palë merr detyrime përsipër, por as kjo nuk përbën titull ekzekutiv. Që deklarata notariale të përmbajë elementet e domosdoshëm për ta klasifikuar ato si titull ekzekutiv, ajo duhet të jetë e njëanshme dhe duhet që vetëm njëra palë të marrë përsipër ose të pranojë ekzistencën e detyrimit dhe të marrë përsipër shlyerjen e saj. Do të shikojmë edhe kriteret e tjera që duhet të ketë një akt notarial. Pra, si duhet të jetë ky akt notarial? Do t'ju dhënë një shembull. Një akt notarial që përmban detyrim në të holla mund të jetë një akt ku pala debitore paraqitet përpara noterit dhe merr përsipër ose më saktë pranon ekzistencën e borxhit, dhe thotë që unë i nënshkruari, duke përmbajtur gjitha ato kriteret formale që ka një akt notarial, unë i nënshkruari pranoj që kam një detyrim në masën x lek ndaj kompanisë apo ndaj individit x dhe do të bëj shlyerjen e saj brenda këtij afati. Kjo sepse gjykata ose më saktë gjithë jurisprudenca gjyqësore kur ka bërë analizën e akteve notariale të ndryshme që janë paraqitur me kërkesë padi pranë gjykatës, ka dalë konkluzionin që vetëm me një farë përmbajtje të tillë, pra vetëm një akt notarial i cili përmban vetëm detyrimin e njërës palë në të cilin pala debitore ka marrë përsipër ekzistencën ose ka pranuar ekzistencën e detyrimit, nuk krijon nevojë për hetim të mëtejshëm gjyqësor. Pra, që akti tham edhe një herë, sepse kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, ka pasur shumë problematika praktike madje së fundmi, jo më larg se para një muaji, prapë gjykata e lartë, kolegji civil ka dalë me një vendim tjetër në lidhje me titull ekzekutiv akte notariale, sepse sërish edhe vetë gjykatat e më të ulta, pra gjykatat e shkallës parë dhe të apelit, nuk e kanë të qartë ose më saktë bën interpretime të gabuara të këtyre parashikimeve të kodit procedurës në lidhje me çfarë duhet përmbajë një akt notarial që të jetë titull ekzekutiv dhe unë do t'ja jap edhe këtë vendimin e gjykatës lartë, kolegji civil, në cilin kolegji civil parashikon që për të disa të herë më saktë konkludon që kontrata e huas, pavarësisht se duket sikur është një kontratë e njëanshme sepse është vetëm huamarrësi ai që merr përsipër detyrime për të shlyer shumën e marrë në hua, pra nuk përbën titull ekzekutiv por nga vetë natyra e kontratës që ka, por nga vetë elementi të caktuar që diferencojnë nga ajo e një akti notarial të pastër të njëanshëm, ku pala pranon ekzistencën e detyrimit. Akte notariale të cilat përmbajnë detyrime dhe të cilat përmbajnë detyrime të njëanshme dhe janë veprime juridike të njëanshme mund të jenë abstrakte, në rastin ku përcaktojnë vetëm vlerën e detyrimit pa treguar origjinën e tij, megjithatë personalisht jam e mendimit duke qenë se kërkohet edhe burimi i lishëm i këtij detyrimi ose më saktë marrëdhënie juridike e likshme nga e cila ka lindur ky detyrim, e mira është që vetë parashikohet në aktin notarial që në rast se pala shkon për të bërë një akt notarial, një deklaratë notariale për ekzistencën e një detyrimi të caktuar, të thotë që ky detyrim ka lindur nga një kontratë apo nga një marrëdhënie e caktuar. Pra tha mund të jetë abstrakt në rastin ku tregohet thjesht shuma e detyrimit por pa u treguar origjina e tij, ose mund të jetë konkret ku tregohet se detyrimi buron për shembull siç thash nga një kontratë e mëparshme, nga një faturë dhe të gjitha këto me radhë. Detyrimi duhet të jetë i përcaktuar saktë, pra të mos ketë ekuivok në lidhje me masën e tij. Në shumë raste gjykatat kanë refuzuar lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për akte notariale, deklarata, vetëm sepse në këto deklarata palët përveç se kanë parashikuar vlerën e detyrimit, kanë parashikuar edhe një penalitet. Dhe kjo automatikisht bën që akti notarial të mos konsiderohet titull ekzekutiv, sepse ai lë mundësi për interpretim, ai krijon mundësi për hetim gjyqësor.
Në rast se parashikohet për shembull që në këtë aktin notarial, në rast se parashikohet që marrë përsipër ekziston ky detyrim në vlerën kaq dhe unë do të paguaj brenda datës 30 qershor dhe nëse unë të paguaj brenda datës 30 qershor, atëherë do të aplikohet një penalitet në masën e kamatvonesës 1% për çdo ditë vonese, atëherë jo. Në këtë rast nuk mundet të përbëj titull ekzekutiv, sepse në këtë rast do duhet të investohet gjykata për të bërë hetimin gjyqësor, për të caktuar ekspertin, i cili të përcaktoj pastaj vlerën fikse të detyrimit. Pra, edhe një herë, është shumë e rëndësishme dhe më shën shumë këtij fakti sepse këto janë gabime që bëhen rëndomt në përditje në gjykata dhe këto janë problematika që bëhen rëndomt ose që krijohen rëndomt qoftë edhe nga vetë noterët, të cilët shpeshherë nuk i evidentojnë këto problematika ose nuk u evidentojnë klientëve këto problematika ose edhe kur ato ju evidentojnë personat të cilët nënshkruajnë tentojnë ta neglizhojnë këtë si detyrim, le të themi, ose më saktë si kushtëzim që të bën ligji në mënyrë që ta parashikojë ose në mënyrë që ta njohë aktin notarial si titull ekzekutiv. Detyrimi duhet jetë i kërkueshëm, pra detyrimi duhet ketë ardhur afati që neve ta kërkojmë atë, duhet ketë ardhur afati që ai të shlyhet që të përmbushet. E rëndësishme siç thash është e kam vënë me të kuqe këtu poshtë sepse për mua kjo është pjesa më e rëndësishme që duhet mbani mend nga titulli ekzekutiv akte notariale. E rëndësishme është që akti notarial apo detyrimi i parashikuar në akte notariale nuk duhet të varet nga plotësimi i ndonjë afati apo kushti nga pala tjetër. Pra duhet përmbajnë vetëm detyrime të njëanshme. Duhet të jetë vetëm njëra palë e cila pranon ekzistencën e detyrimit dhe parashikon shlyerjen e tij dhe merr përsipër shlyerjen e tij. Nuk ka të përcaktuara penalitete apo interese që kërkojnë hetim gjyqësor nga gjykata. Përmbajtja e kontratës nuk referon akte të tjera që të kushtozojnë hyrjen në fuqi të saj apo afate të shlyerjes së shumës që është e kaluar. Dhe detyrimi është bërë i kërkueshëm, se nuk përcaktohet ndonjë kriter mbi mënyrën e kthimit të shumës. Pra të gjitha këto mund të përmbledhur. Akti notarial nuk duhet të përmbajë asnjë element i cili edhe në pamje të parë të krijon përshtypjen që do duhej që gjykata të investojë. Pra që do duhej që para se të bëhej shlyerja e tij do duhej që të ndërmerreshin veprime të tjera paraprakisht që lidhen me kalkulimin e kamatvonesës, që lidhen me përcaktimin e penaliteteve, që lidhen me plotësimin e një kushti të caktuar paraprakisht, pra jo. Aktet notariale duhet të jenë shumë të thjeshta. Duhet të përmbajnë vetëm vlerën fikse të detyrimit, detyrimi të jetë i njëanshëm dhe pala debitore të pranojë ekzistencën e tij dhe të marrë përsipër shlyerjen e tij. Tani do thoni, ok, aktet notariale që përmbajnë detyrime janë shumë të rëndësishme, po pse janë të rëndësishme? Janë të rëndësishme në rastet ku neve kemi të bëjmë me sidomos me kompani tregtare, po jo vetëm, sepse aktet notariale mund të nënshkruhen ose më saktë mundet që të vihen në zbatim ose të përdoren si në formë garancie në thonjza edhe nga personat privat. Po janë të rëndësishme sidomos në rastin e shoqërive tregtare, sepse në momentin që neve kemi një debitor si shoqëri tregtare dhe në momentin që ky debitor nuk ka shlyer detyrimet, neve që të kemi një formë garancie që këto detyrime do të shlyhen apo të kemi një formë garancie që mënyra se si neve do të arrijmë të përftojmë mbledhjen e këtij detyrimi do të jetë sa më e shpejtë edhe me një procedurë sa më të thjeshtë, mundemi që të kërkojmë debitorëve që të nënshkruajnë të deklaratë notariale dhe të lëmë një afat. Pra, nënshkrimi i një deklaratë notariale për njohje borxhi, siç quhet në përditshmërinë tonë, krijon lehtësira pafund për biznesin, për individin, për personin fizik të regjistruar, për mbledhjen e detyrimeve më pas. Pra në rast se juve jeni jurist i një kompanie dhe keni, le të themi, debitor, sidomos kjo është shumë e rëndësishme në rastet kur kemi debitor me shuma të larta, të cilët mund të fillojnë të bëjnë pagesa të pjesshme, mund të bëjnë pagesa të vogla, por juve gjithsesi doni një garanci më të shtuar ose doni që t'i ofroni kompanisë një garanci më të shtuar që ky detyrim do të përmbushet ose më saktë sepse përmbushja nuk është se lidhet plotësisht pastaj me lëshimin apo jo të urdhit të ekzekutimit nga gjykata. Përmbushja lidhet kryesisht me faktin
nëse ka aseta apo pasuri në gjendje debitori në momenti që neve fillojmë procedurën. Por në shkrimi një deklarate notariale jep garancin personit në favor të cilit nënshkruhet që procedura që do të ndiqet nga ai në gjykat do të jetë shumë e thjeshtuar dhe shumë e shpejtë, sepse siç parashikon legjislacioni jon, ose më saktë siç e njeh edhe praktika, urdhrat e ekzekutimit pas kërkesës që bëhet nga pala, pas kërkesës që kreditori bën në gjykat, pra për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, duhet që të marrë një afat maksimalisht prej 2 javësh, pak a shumë, pra një afat shumë të shkurtër krahasimisht me gjithë procesin që do duhet bëhet në rast se kemi të bëjmë me një kërkesë padi themeli. Fillimisht do ngrihet kërkesë padia, pastaj do zhvillohet seanca në shkallë të parë, të gjitha seancat, pastaj në apel. Padyshim që edhe urdhri i ekzekutimit ose lëshimi i tij mund të kundërshtohet nga palët për shkaqe nga më të ndryshme. Por tash procedura është shumë e thjeshtë dhe me kosto shumë më të ulta se sa në rastin e ngritjes së një kërkesë padie themeli. Tani thash, siç po thoya edhe më lart që akti notarial të përmbajë e që të konsiderohet titull ekzekutiv, ai duhet përmbajë edhe shkakun e ligjshëm të lindjes së detyrimit. Pra normalisht nuk mundet që një palë të shkojë para noterit dhe të parashikojë që kam një detyrim në masën kaq kundrejt kompanisë X, sepse i kam shitur municione ushtarake apo sepse i kam shitur armë. Normalisht është e vetë kuptueshme, por do duhet që të parashikohet dhe shkaku i ligjshëm i lindjes detyrimit. Akti notarial që përmbajnë një detyrim më të hollat duhet të jenë, thash, në çdo rast mbajini mend, në rast se është një gjë e vetme që do të mbajmë mend nga kjo seancë apo nga ky trajnim, është fakti që aktet notariale që përbëjnë titull ekzekutiv duhet të përmbajnë vetëm veprime juridike të njëanshme në kuptimin e shpërndarjes së drejtave. Pra, pala kreditore që do të krijohet më pas, pra personi në favor të cilit le të themi debitori po bën njëjën e detyrimit, nuk duhet të ketë as edhe një detyrim. Në këtë akt notarial duhet përmbahet ose duhet parashikohet vetëm detyrimi i palës debitore kundrejt palës kreditore në masën e përcaktuar qartësisht, në vlerën monetare të përcaktuar qartësisht dhe e cila nuk lë vend për interpretim. Edhe një herë po e përsëris, se është shumë e rëndësishme, akti notarial që të jetë titull ekzekutiv duhet përmbajë unë debitori, unë personi X, kam një detyrim në masën 100 lek ndaj kompanisë Y, e cili detyrim ky i cili është krijuar si pasojë e marrëdhënies së shërbimit që kompania më ka ofruar dhe unë kam bërë pagesa, dhe unë marr përsipër shlyerjen e këtij detyrimi, e njoh detyrimin dhe marr përsipër shlyerjen e tij. Kaq, asgjë më tepër në aspektin e të drejtave dhe detyrimeve reciproke, të cilat nuk duhet të përmbahen fare me akt notarial. Akti notarial duhet të përmbajë vetëm detyrime të njëanshme të palës që e lëshon, pra të deklaruesit. Në rast se akti notarial përmban detyrime të njëanshme, atëherë thash nuk ndodhen përballë titullit ekzekutiv. Ky është një qëndrim i mbajtur nga gjykata e lartë dhe nga kolegji civil në disa raste ku është refuzuar lëshimi i urdhrit ekzekutimi dhe palët janë detyruar pastaj që për të zgjidhur problematikat e moslyerjes së detyrimit të drejtohen gjykatës përmes një kërkesë padie themeli dhe të pretendojnë përmbushjen e detyrimit. Tani, siç thash, kemi një akt notarial, ne jemi një kompani në të cilën debitori, ndër debitorët që neve kemi, ka lëshuar një akt notarial ku na njeh ekzistencën e këtij detyrimi dhe pranon se do të bëjë shlyerjen e tij. Por çfarë ndodh nëse ai pavarësisht këtij akti notarial nuk e shlyhen? Atëherë neve mund të drejtohemi gjykatës me kërkesë për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, siç folëm. Dhe kërkesa zakonisht kur kemi të bëjmë me akte notariale, duhet që të ketë bashkëlidhur, pra dosja që neve do të dërgojmë në gjykatë për të kërkuar lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, duhet të ketë bashkëlidhur kërkesën që neve do ta shikojmë draftën se si bëhet kërkesa në gjykatë për të lëshuar urdhrin e ekzekutimit. Duhet të ketë deklaratën notariale pa diskutim të origjinale ose të njësuar më origjinale. Duhet të kenë ID-n e palës kërkuese apo dhe ekstraktin në rast se kemi të bëjmë me shoqëri tregtare. Duhet të kenë autorizimin ose prokurën e personit që e paraqet këtë kërkesë në gjykatë, në rast se nuk është vetë, pra në rast se shoqëria tregtare, në rast se nuk është vetë administratori apo në rastin e personave fizik, në rast se nuk është vetë personi në favor të cilit është lëshuar ky urdhër ky titull ekzekutiv, deklarata notariale.
dhe prova të tjera që lidhen me lindjen e detyrimit. Pra, në rast se palët le të themi kanë pasur një kontratë shërbimi më përpara dhe kjo kontratë shërbimi ofruesi i shërbimit nuk është paguar për shërbimin që ai ka ofruar, pala debitore ka lëshuar një ose më saktë ka dhënë një deklaratë notariale në cilën e njeh borxhin që ka ndaj këtij ofruesi të shërbimit, atëherë mund të mbashkëngjitet edhe kontrata. Pra dhe çdo dokument tjetër i cili vërteton ekzistencën le të themi e shkakun e ligshëm të lindjes së këtij detyrimi. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje deri këtu. Më thoni nëse ka ndonjë pyetje. Okej. Atëherë vazhdoj. Përveç akteve notariale që përbëjnë titull ekzekutiv, pjesa tjetër ku mundohet të ndalesh ose më saktë një Ishte me zë ky? Më fal, kishe ndonjë pyetje? Zilie, kishe ndonjë pyetje? Mos e ke hapur gabimisht? Okej. Po ta mbyll zërin me qenë se më sa kuptoj thjesht e ke hapur gabimisht dhe nuk është se kishe ndonjë pyetje. Nëse ke diçka pastaj thjesht bëja një notë dhe më thuaj. Atëherë siç po thoja, përveç akteve notariale, të cilat unë i konsideroj shumë të rëndësishme që juve duhet i dini për pjesën e ekzekutimit të detyrimeve ose më saktë pjesën e mbledhjes detyrimeve, sepse është problematike në praktikë dhe prandaj unë zgjodha pikërisht të merrem me akte notariale, duke qenë se dhe praktika gjyqësore është goxha e pasur, dhe jurisprudenca ka pasur disa vendime të ndryshme, ka pasur analiza shumë të mira nga gjykata e lartë dhe nuk u futa fare të merrem me ndaj këtyre vonesave në pagesa dhe si mund t'i ekzekutoj ato. Pra se mund të bëj të mundur mbledhjen e këtyre detyrimeve. Dhe prandaj unë zgjodha që sot të bënim edhe pjesën e faturës tatimore titulli ekzekutiv, sepse mendoj që është e aplikueshme në praktikë akoma dhe më shumë madje sa aktet notariale. Nimi 16 i këtij ligji parashikon se detyrimet monetare të lindura nga veprimet juridike tregtare, të cilat nuk janë shlyer brenda afatit të pagesës përkatëse sipas këtij ligji, me përjashtim të rasteve të parashikuara në Kodin Civil, përbëjnë titull ekzekutiv dhe vijnë në ekzekutim nga përmbaruesi pavarësisht vlerës, kur kreditori ka lëvruar mallra apo ka kryer shërbimeve sipas kontratës dhe ligjit dhe debitori nuk e ka kundërshtuar detyrimin. Pra, në rast se është lëshuar një faturë tatimore dhe kjo faturë tatimore nuk është kundërshtuar nga ana e personit i cili lëshohet, është pranuar rregullisht prej tij. Në këto raste detyrimi së bashku me kamatvonesat dhe me shpërblimin për shpenzimet për rikthimin e kredisë mund të vijë në ekzekutiv të detyrueshëm në përmbushje me në përputhje me parashikimet e kodit procedurës civile. Tani që të shikojmë konkretisht, duke qenë se midis palëve duhet të ekzistojë fillimisht një marrëdhënie juridike tregtare për të cilës lind detyrimi, i cili nuk përmbushet nga njëra anë, dhe kësaj pala tjetër ka të drejtë drejtohet gjykatës me pretendimin për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Siç po thoja më parë, ky ligj ka një, ose më saktë ta them paraprakisht, ky ligj ka një tëmet në gjykimin tim të paktën, që është fakti që nuk parashikon si subjektet të tij personat fizik të regjistruar sipas legjislacionit në fuqi. Unë po i thoja pak më parë në lidhje me profesionistët e lirë dhe faturat tatimore të cilat ato mund të lëshojnë, të cilat janë të pashlyera dhe në rastin e tyre, në rast se këto fatura tatimore janë të lëshuara për persona fizik, për individ dhe gjithë ato me radhë nuk mund të bëhen përmes asaj procedurës të thjeshtuar për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, por mund të bëhen vetëm përmes kërkesëpadisë. Atëherë është pak problematike edhe vetë fakti që kompani tregtare në rast se kanë debitorë të cilët janë persona fizik, nuk mundet që të kërkojnë lëshimin e urdhrit të ekzekutimit ndaj tyre, por do duhet që vetëm të
le të themi të ngrenë kërkesëpadi dhe të bëjnë të mundur ekzekutimin e këtyre detyrimeve përmes kërkesëpadisë së themelit. Gjithsesi, do ta analizojmë më detaje më poshtë pjesën e detyrimeve dhe për cilët aplikohet ky legjislacion. Tham që të ekzistojë le të themi që faturat tatimore të konsiderohen që janë titull ekzekutiv, ato duhet të jenë të lëshuara si pasojë e një marrëdhënie juridike tregtare në të cilën lidh ky detyrim, i cili nuk përmbushet nga njëra anë dhe pala tjetër ka të drejtë të drejtohet gjykatës me pretendimin për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Pra, ky urdhër ekzekutimi mund të kërkohet të lëshohet vetëm për ato fatura tatimore që janë lëshuar si pasojë e një marrëdhënie juridike tregtare dhe që janë lëshuar ndërmjet një kompanie dhe një kompanie tjetër apo një institucion shtetëror dhe një kompanie dhe kështu me radhë. Personat fizik të regjistruar sipas ligjit për tregtarë dhe shoqëri tregtare nuk janë subjekte të këtij ligji. Pra ju nuk mund të ekzekutoni një faturë e cila është lëshuar ndaj një personi fizik nëpërmjet kërkesës për lëshim urdhër ekzekutimi, do duhet që të drejtoheni gjykatës me kërkesëpadi themeli. Gjithashtu, e rëndësishme është të keni parasysh që veprimi juridik që neve konsiderojmë veprim juridik tregtar janë kontrata apo veprime të tjera, të cilat janë kryer për ndërmjet, siç thash, ndërmarrjeve tregtare ose ndërmjet ndërmarrjeve tregtare nga njëra anë dhe autoriteteve publike nga ana tjetër, të cilat çojnë në lëvrimin e mallrave ose realizimin e shërbimeve kundrejt një kundërpagese. Ky detyrim duhet të jetë i provuar me aktin përkatës, që në raste më të thjeshtë është një faturë tatimore nga njëra anë, e cila nuk është përmbushur. Thash edhe po përsëris që aktualisht legjislacioni jonë nuk parashikon subjektet e këtij ligji persona fizik të regjistruar sipas ligjit për tregtarë dhe shoqëri tregtare, megjithse deri para një viti gjykatat kishte dhe gjykata të cilat e bënin lëshimin e urdhrit të ekzekutimit edhe për faturat tatimore të lëshuara ndaj këtyre subjekteve private që operojnë si persona fizik, por tashmë le të themi praktika gjyqësore është konsoliduar dhe nuk gjykatat përgjithsisht nuk e lëshojnë urdhrin e ekzekutimit për personat fizik, për faturat tatimore të lëshuara nga personat fizik. Gjithashtu, e rëndësishme është që mbase të dini edhe faktin që është paraqitur një propozim në kuvend përmes të cilit supozohet që të bëhen disa ndryshime në këtë ligj dhe të parashikohen edhe personat fizik subjekte ndaj cilëve mund të dërgohet kërkesa për lëshim urdhër ekzekutimi në gjykatë për faturat tatimore të pashlyera, megjithatë ende nuk ka asnjë veprim nga kuvendi për të parë se çfarë do ndodhi. Dhe kjo është një problematik në praktikë sepse pjesa më e madhe e bizneseve në Shqipëri operojnë si persona fizik, bizneseve të vogla le të themi, operojnë si persona fizik dhe si të tillë është e pamundur për personat që hyjnë në marrëdhënie tregtare me këto persona fizik të bëjnë ekzekutimin e shpejt të detyrimeve të tyre dhe të bëjnë të mundur që këto detyrime të ekzekutohen përmes një procedure të thjeshtuar, përmes kërkesës për lëshim urdhri ekzekutimi dhe menjëherë pastaj në investimin në shërbimit përmbarimor. Dhe jo përmes një kërkesëpadie themeli e cila normalisht ka një kozgjatje më të madhe dhe bën gjithë procedurën goxha më të vështirë dhe më të komplikuar dhe më të gjatë për palën e cila pala kreditore në fund ditës do që të bëjë thjesht mbledhjen e detyrimeve sa më shpejt e mundur. Në rastet kur afati i pagesës nuk është i përcaktuar në kontratë, pra, siç tham, e rikujtojmë edhe një herë që veprimet juridike tregtare janë kontrata apo dhe veprime të tjera të cilat janë kryer ndërmjet ndërmarrjeve tregtare nga njëra anë dhe ndërmarrjeve të tjera nga ana tjetër ose autoriteteve publike. Në raste kur në këto kontrata nuk është përcaktuar afati i shlyrjes apo afati i kryerjes së pagesës, pas mbarimit të afatit të ekzekutimit të detyrimit nga debitori, kreditori ka të drejtë të marrë gamatvonesë duke filluar nga përfundimi i afateve të mëposhtme. 30 ditë kalendarike pas datës së marrjes prej debitorit të faturës ose një kërkesë pagese të njëvlefshme, 30 ditë kalendarike pas datës së marrjes së mallrave ose shërbimeve, ku nuk është e qartë data e marrjes së faturës ose kërkesë pagesës së njëvlefshme. E rëndësishme është gjithmonë që debitori të vendoset në vonesë dhe kjo bëhet me njoftimin që atij bëhet për shlyrjen e detyrimit. Kur kreditori e merr faturën ose kërkesë pagese në njëvlefshme përpara lëvrimit të mallrave ose shërbimeve, 30 ditë kalendarike pas datës së marrjes së mallrave ose shërbimeve, pra fati është 30 ditë,
Kur ligji apo kontrata parashikon një procedurë të marrjes në dorëzim ose të kolaudimit, përmes të cilës vërtetohet përputhshmëria e marrave ose shërbimeve me kontratën. Dhe nëse debitori e merr faturën së kërkesëpagesën një vlefshëm përpara, ose në datën kur bëhet marrja në dorëzim apo kolaudimi, atëherë është 30 ditë pas kësaj date. Këto janë data të rëndësishme ose afate të rëndësishme për të kuptuar se kur fillon e drejta për kamatvonesë në këto lloj marrëdhënies tregtare. Pra, mbajini mend këto afate të cilat në rast se nuk janë të paracaktuara në kontratën që palët kanë lidhur në mjet tyre, dhe pas letemi ka përfunduar afati brenda të cilit debitori duhet të shlyejë detyrimin, këto janë afatet që duhet të përmbushen që të fillojë edhe ekzekutimi ose më saktë përllogaritja e kamatvonesave. Tani e rëndësishme është që të kemi parasysh që në rast se neve kemi, pra jemi një kompani tregtare e cila kemi një faturë timore të pashtruar në vlerën 100 lekë. Si do ta bëjmë neve ekzekutimin ose mbledhjen e kësaj debije? Pra, neve jemi një faturë, një kompani e cila bën shitje materialesh ndërtimi, dhe kemi shitur një kompani tjetër e cila merret në fushën e ndërtimit, pra një ndërtuese, një kompani ndërtimi. I kemi shitur materiale në vlerën 200 lekë. Kemi lëshuar një faturë timore të e cila është e pashtruar ose është e pashtruar pjesërisht. Dhe neve këtë faturë tatimore si do të arrijmë ta ekzekutojmë në gjykatë, pra si do të arrijmë që neve të fillojmë të kalojmë në pjesën e përmbarimit tashmë dhe të fillojë përmbarimi të kryejë gjithë dokumentarisht e nevojshme për mbledhjen e këtij detyrimi nëpërmjet hapave konkret. Pra, siç tham, neve do të drejtohemi gjykatës me kërkesën për lëshim urdhër ekzekutimi në bazë të kësaj fature tatimore që neve kemi. Dhe kjo kërkesë do duhet të shoqërohet dhe me një sër dokumentacionesh të tjera nga ana praktike. Po si fillim kemi, është kërkesa që ne do të bëjmë, është fatura tatimore dhe kartela e klientit, të cilat duhet të jenë të njësuara me origjinalin, duhet të vërtetimi i faturave dhe librave të shitjeve që merret nga drejtoria e përgjithshme. Zile ndjesë ta kam bërë 2 herë, po me sa po kuptoj thjesht po të hapet gabimisht. Siç thash, duhet marrim edhe vërtetimin e faturave dhe librave të shitjeve, duhet të kemi ekstraktet për të dyja shoqëritë tregtare, palë të marrëveshjes tregtare, autorizimin e administratorit të palës kërkuese, palës pra që dërgon në gjykatë kërkesën për lëshim urdhër ekzekutimi, në rast se kjo kërkesë nuk do të paraqitet nga vetë administratori, po nga një punonjës i shoqërisë apo prokurorën e posaçme në rast se do të paraqitet nga një i tretë, ai din administratorit dhe normalisht edhe njoftimin që është dërguar palës debitore për të bërë shlyerjen e detyrimit, me anë të cilës vërtetohet që juve keni arritur të vini në vonesë debitorit, sepse është e rëndësishme që debitori të jetë vënë në vonesë. Pra të jetë njoftuar Elida, po thuaj që për ekzekutimin e faturës tatimore, furnitori shkon direkt në përmbarim. Ndoshta nuk po e kuptoj pse duhet të shkohet në gjykatë. Atëherë, nuk shkohet direkt në përmbarim pa u bërë lëshimi i urdhrit të ekzekutimit. Në momentin që neve kemi një faturë tatimore, gjykata duhet të bëjë lëshimin e urdhrit të ekzekutimit. Pra ti nuk mundesh që vetëm me faturën tatimore të shkosh tek përmbaruesi. Ti faturën tatimore dhe dokumentacionin shoqërues, le të themi, do duhet ta paraqesësh në gjykatë dhe gjykata duhet të bëjë lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, sepse është pikërisht urdhri i ekzekutimit i cili investon përmbaruesin, sepse përmbaruesi investohet vetëm përmes urdhrit të ekzekutimit, i cili është i lëshuar nga gjykata. Ti, domosdoshmë, nuk ke për të ndjekur procedurën e kërkesëpadisë së themelit, por thjesht gjykata duhet të lëshojë urdhrin e ekzekutimit për këtë faturë tatimore që ti ke. Më kupton? Pra, në asnjë moment neve nuk mund t'i drejtohemi direkt te përmbaruesit për të bërë ekzekutimin e një titulli ekzekutiv pa pasur urdhrin e ekzekutimit, përveç atyre 2 rasteve që tham, pra kur kemi
vendimet e gjykatës për sigurimin e padisë dhe për ekzekutimin e përkohshëm, në të cilat nuk është e kërkuar që të kemi një urdhër ekzekutimi, në të gjitha rastet e tjera do duhet që gjykata të ketë lëshuar një urdhër ekzekutimi. Atë shikoj vetëm një moment se kam përshtypjen duhet të kemi edhe t'ju tregoj një shembull. Nuk e di nëse do na dalë ndonjë shembull, thjesht që ta kuptoni se si bëhet, se si është akti le të themi që gjykata lëshon. Okej, aty që nga urdhër përmbaruesi. Dhe unë nuk ju solla në fakt një do t'ju sjell unë herën tjetër një urdhër ekzekutimi se si është vendimi i gjykatës nëpërmjet të cilit ai gjykata lëshon urdhrin e ekzekutimit. Nuk e di, jam e qartë Elida? Ke ndonjë pyetje? Gjithsesi më thuaj, nëse ka diçka që nuk ke të paqartë, më thuaj. Do të kërkoj se është edhe ligji i ndryshuar që e lejon. Po si mundet përmbaruesi të investohet përmes faturës? Domethënë si mundemi neve që të çojmë te përmbaruesi thjesht faturën dhe përmbaruesi të bëjë ekzekutimin e vendimit. Kjo parashikohet në kodin e procedurës civile. Atëherë vetëm një moment. Kjo është një procedurë të cilën unë e bëj në përditshmëri në punën time dhe thjesht një sekondë të marr të përditshmëruar. E bëj në përditshmëri dhe mua them të drejtën deri më sot nuk më ka ndodhur kur që përmbaruesi të marri përsipër të më ekzekutojë faturën tatimore pa pasur një urdhër ekzekutimi, sepse është pikërisht urdhri i ekzekutimit të cilin unë i paraqes përmbaruesit. Jo, të kuptoj dhe shumë mirë bën që të ngul sepse është e rëndësishme që të ndajmë eksperienca të ndryshme. Por ta them sinqerisht, nuk e di se si ka ndodhur kjo në praktikën tënde, sepse logjikisht dhe ligjërisht përmbaruesi do duhet dhe mund të investohet vetëm përmes një kërkese për lëshim urdhër ekzekutimi. Pra, përmes një urdhër ekzekutimi, po themi që është lëshuar nga gjykata. Vetëm një sekondë të gjej referencën në kodin e procedurës. Okej. Pra, në praktikën tënde, si keni proceduar që juve i keni dërguar thjesht si të shikon neni 511. Titulli ekzekutiv vihet në ekzekutim përmes lëshimit të urdhrit të ekzekutimit, i cili për rastet e parashkruara nga shkronja AB, që janë rastet e vendimeve gjyqësore, lëshohet nga gjykata që kanë dhënë vendimin në dispozitivin e vendimit. Okej, këto janë rastet e vendimeve të tjera, ku titulli ekzekutiv është akt për dhënien e kredive bankare, këto janë dhe rastet të tjera që gjykata, domethënë janë të gjitha ato raste që folëm pak më parë, të cilat përbëjnë titull ekzekutiv, por të shikon të vetmet raste ku nuk lëshohet titull ekzekutiv ose urdhër ekzekutimi, më fal, janë rastet ku kemi të bëjmë me vendime për sigurimin e padisë dhe për gjovat e dhëna nga gjykata, vendimet për marrjen e provës, vendime për pjesën që urdhëron shpenzimin gjyqësore, si dhe vendimet e gjykatës të dhëna për ekzekutimin e përkohshëm, të cilat ekzekutohen drejt për drejt nga përmbarimi, nga shërbimi përmbarimor. Të gjitha titujt e tjerë ekzekutiv mund të ekzekutohen vetëm përmes urdhrit të ekzekutimit, sipas parashikimeve të kodit të procedurës. Them të drejtën nuk e di dhe realisht jam kurioze për rastet që keni pasur, të cilat keni dërguar këtë procedurë e ke ndjekur ti personalisht, pra ti personalisht ke marr faturat tatimore dhe i ke dërguar te përmbaruesi. Ka bërë pagesa të fatura për pagesat. Okej, ti po thuaj që subjekti ka bërë pagesë të faturave dhe më pas i ka dërguar te përmbarimi.
okay. Atëherë, ideja është këtu, kjo që po thua ti, nëse nuk gabohem dhe nëse po e kuptoj qartë unë, është fakti që juve si subjekt debitor në këtë rast keni bërë pagesën e faturave tatimore, të cilat janë lëshuar nga furnitori, le të themi, dhe pastaj këto fatura e keni dërguar përmbaruesit. Atëherë, ideja është këtu që të jem sa më e qartë, sepse e kuptova më duket se për çfarë e ke fjalën dhe nuk e ke gabim të që thua, thjesht nuk është e njëjta gjë me ato që po them unë. Atë që po them unë është kjo, që në rastin konkret, nëse ti do ishe i ka dërguar bashkë me urdhrin e ekzekutimit, sepse nuk mund t'i dërgoj furnitori faturat pa urdhrin e ekzekutimit tek përmbaruesi, sepse përmbaruesi nuk ka të drejtën ligjore që t'i marrë përsipër të bëjë shlyerjen e tyre në rastin kush i urdhëruar nga gjykata. Jo, them të drejtën, nuk e di se si mund të funksionojë në këtë mënyrë, sepse unë vetë në kompaninë në cilën punoj si konsultare ligjore merrem me pjesën e ekzekutimit të detyrimeve dhe neve detyrimisht jemi nga ana e furnitorit dhe nuk funksionon, domethënë përmbaruesi nuk mund të marrë faturat ti ekzekutoi pa pasur një urdhër nga gjykata, sepse është gjykata në fund të ditës ajo që bën le të themi ose rishikon ose le të themi bën analizën në rast se këto fatura tatimore janë apo të vlefshme apo jo. Kam pyetur atë që e ka bërë veprimin dhe më thash se ligji ka ndryshuar. Po nuk mund të jetë fatura urdhër ekzekutimi, fatura është titull ekzekutimi. Nuk e di për çfarë ligji e ka fjalën, sinqerisht ta them nuk e di, sepse unë jo më lart se para një jave kam bërë këtë procedurë me pjesën e detyrimeve të kompanisë dhe nuk di të ketë ndryshuar asgjë. Thjesht për merak do futem dhe do shikoj sot, por nuk ma merr mendja të ketë ndryshuar gjë, sepse para një nuk mundet që një ligj të ndryshojë atë që parashikon kodi i procedurës civile. Në moment që kodi i procedurës civile ty të thotë që titulli i ekzekutimit vihet në ekzekutim përmes lëshimit të urdhrit të ekzekutimit, atëherë nuk ka se si ta ndryshon një ligj i posaçëm. Më kupton çfarë dua të them, se është dhe hierarkia e normave. Në dijenin time, kodi i procedurës civile nuk ka ndryshuar së fundmi, domethënë këto muajt e fundit. Kështu që nuk e shikoj se si mund të jetë bërë kjo procedura nga ana e përmbaruesit. Megjithatë, kurioze jam nëse do kesh dëshirë të ma tregosh procedurën se si le të themi në kërkesën që përmbaruesi juve ju ka bërë si kompani për të bërë shlyerjen e detyrimeve. Sepse përmbaruesi bën kërkesën për shlyerjen e vullnetare. Nuk ka cituar asnjë urdhër ekzekutimi. Në rregull. Do isha shumë kurioze në fakt të ma dërgoje, sepse po më bën shumë përshtypje kjo si praktike ndjekur. Të thash, në dijenin time nuk ka ndryshuar asgjë në këtë procedurë, të paktën për sa i përket pjesës së lëshimit të urdhrit të ekzekutimit, sepse kjo është garanci e parashikuar nga kodi i procedurës, sepse nëse do të ishte ashtu, le të themi, po të bëj thjesht një analizë logjike ligjore, nëse do të ishte që neve mund të dërgojmë faturat apo deklaratat notariale mund t'i dërgojmë direkte tek përmbaruesi, i bie që përmbaruesi në këtë moment le të themi merr rolin e gjykatës dhe vendos ai mbi vlefshmërinë apo jo të faturave apo të akteve notariale. Më kupton çfarë dua të them? Dhe pse nuk më qëndron mua kjo si logjik? Dhe pse nuk më qëndron që të jetë aplikuar si procedurë? Se di sa i qartë jam dhe sa më kupton në këtë që them, por personalisht nuk mendoj që është zbatuar procedura siç duhet në rast se është vijuar në këtë mënyrë, pra që thjesht faturat tatimore i ka ekzekutuar përmbaruesi. Sepse ligji normalisht duhet dhe ka parashikuar shumë tepër garanci edhe për këto, sidomos për këto aktet ose për këto të drejtat le të themi që nuk formsohen përmes një procesi gjyqësor. Gjithsesi, ma dërgoj procedurën ta shikoj sepse jam shumë kurioze. Ta shikoj dhe do të them pastaj. Madje në rastin e faturave tatimore, ti edhe në gjykatë kur e dërgon, do duhet që të çosh edhe një sër tjetër dokumentacionesh që lidhen me kartelat e njësuara, faturat e njësuar me origjinalin, vërtetim faturat e libra shitjesh, tashmë së fundmi në disa vendime gjyqësore
në disa kërkesa për lëshim urdhër ekzekutimi që mua më janë refuzuar, më është kërkuar edhe pjesa për këto fatura tashmë që janë të fiskalizuara, që se si e parashikon se si të del më saktë se si është tek sistemi i tatimeve, e njësuar edhe kjo nga noteri. Pra, pjesa kryefaqja që të del tek sistemi i tatimeve kur vendos numrin e faturës dhe të del nëse ti e ke deklaruar faturën dhe gjitha ato me radhë. Pra, janë njësër garancish që gjykata të kërkon në mënyrë që konkludoj dhe të lëshon urdhrin e ekzekutimit. Jo më kjo procedurë të bëhet pa urdhër ekzekutimi fare nga ana e gjykatës. Si thash, kur i drejtohemi gjykatës për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, ajo bëhet përgjithsisht brenda një afati prej 2 javësh. Megjithatë kohët e fundit, duke qenë se edhe gjykatat kanë një mungesë stafi, procedura vonon në disa raste, por nuk është se vonon më shumë se sa pak muaj, pra përgjithsisht një procedurë goxha e shpejtë edhe eficiente. Pasi lëshohet urdhri i ekzekutimit, për ta ekzekutuar atë, ne duhet të drejtohemi një shërbimi përmbarimor shtetëror ose privat. Kjo është në dëshirën e palës. Përmbaruesi investohet përmes kërkesës që bën pala kreditore, duke i ataçuar pra neve që në moment që kemi urdhrin e ekzekutimit të lëshuar nga gjykata, i bëjmë një kërkesë shërbimi përmbarimor në cilin neve duam të vijojmë ndjekjen le të themi ekzekutimit detyrimit. Përmes kësaj kërkese neve i themi përmbaruesit që në bazë të urdhrit të ekzekutimit numër kaq, datë kaq, neve kërkojmë nga ana juaj që të vijoni procedurat për të iniciuar ekzekutimin e detyrimeve. Dhe së bashku me kërkesën, pala duhet i vendosin në dispozicion përmbaruesit edhe titullin ekzekutiv, pra duhet i vendosin në dispozicion përmbaruesit edhe faturat apo edhe akte notariale apo dhe vendimet e gjykatës, të cilat janë titull ekzekutiv, duhet i vendosi urdhrin e gjykatës, urdhrin e ekzekutimit të lëshuar nga gjykata dhe dokumentet e tjera të nevojshme sipas kërkesës përmbaruesit. Megjithatë, keni parasysh që kjo është një procedurë ose më saktë një proces që zgjidhet shumë lehtësisht me përmbaruesin, sepse nuk është e thënë që juve që në momentin e parë që do doni të investoni përmbaruesin do duhet të nisni kërkesën, ju mund të shkoni te një shërbim përmbarimor, ato mund të kenë një draft tyre të kërkesës, të cilën mund t'ua vënë në dispozicion që ju ta plotësoni, dhe pastaj është përmbaruesi ai që do t'ju njoftojë edhe më në detaj se çfarë dokumentacioni do t'i nevojitet atij që ai të vazhdojë procedurën e ekzekutimit. Tani, e rëndësishme është të keni parasysh që edhe në momentin që neve investojmë përmbaruesin, do duhet të lidhim një marrëveshje me përmbaruesin. Përgjithsisht ato janë marrëveshje standarde, të cilat përmbaruesit i kanë vetë dhe ja japin klientëve të tyre të nënshkruajnë. Dhe momenti që keni nënshkruar dhe marrëveshjen me përmbaruesin dhe i keni dorëzuar të gjithë dokumentacionin përmbaruesit, pra siç tham, urdhrin e ekzekutimit, titullin ekzekutiv dhe dokumentacionin tjetër shoqërues, atëherë përmbaruesi mund të fillojë procedurën e ekzekutimit, fillimisht përmes kërkesës për ekzekutim vullnetar, njoftim për ekzekutim vullnetar që i bëhet debitorit, dhe më pas përmes të gjitha veprimeve për ekzekutim të pas njoftimit për ekzekutim të detyrueshëm që i bëhet debitorit. Pra, procesi përmbarimor përgjithsisht është ndarë në 2 faza. Faza e parë ku përmbaruesi i dërgon një njoftim dhe në të cilin i kërkon debitorit që të bëjë shlyerjen vullnetare të detyrimit dhe pastaj nëse ai debitori nuk bën shlyerjen vullnetare, atëherë përmbaruesi vjon me ekzekutimin e detyrueshëm. Tani kjo thjesht për informacionin tuaj, sepse kjo është një procedurë që e bën përmbaruesi, por megjithatë edhe ju si jurist duhet të jeni në dieni të kësaj procedure, sepse juve duhet dini që në fazën e ekzekutimit të fundit, pra në fazën përmbarimore ku e drejta juaj është fromësuar, është lëshuar urdhri i ekzekutimit dhe juve jeni pas shërbimit përmbarimor, juve keni 2 mjete procedurale përmes të cilave mund të mbroheni. E para është kundërshtimi i veprimeve përmbarimore, përmes të cilave secila nga palët në fakt e ka të drejtë mund të kundërshtojnë veprimet e përmbaruesit, sepse mund të jenë veprime që bëhen në keqbesim, mund të jenë veprime që bëhen në cënim të parashikimeve ligjore, mund të jenë veprime që bëhen në kushtet e konfliktit të interesit, dhe gjithashtu kemi edhe
padinë që mund të ngrihet për pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv. Tani pavlefshmëria e titullit ekzekutiv është temë vete sepse kemi të bëjmë me pavlefshmërinë e vetë aktit përmes të cilit është iniciuar kjo procedura dhe zakonisht kur gjykatët konkludojnë se kemi të bëjmë me një titull ekzekutiv të pavlefshëm, ato anullojnë dhe gjithë veprimet përmbarimore që duhet jenë bërë në atë fazë. Unë do t'ju dërgoj një material shumë interesant dhe shumë të detajuar që flet për të gjithë procesen, për të gjitha le të themi këto proceset që mund të lindin gjatë fazës së ekzekutimit detyrimeve, pra në raport me gjykatën gjithmonë, pra ku në çfarë gjykate mund të bëhet kërkesa për kundërshtimin e veprimeve të përmbaruesit, në çfarë gjykate mund të kërkohet pavlefshmëria e titullit, dhe të gjitha këto le të themi problematika që lindin gjatë fazës së ekzekutimit. Është një material i krijuar nga një gjyqtare dhe është material shumë i mirë, të cilin unë do t'ju sugjeroja ta lexoni sepse ju jep pikërisht ato përjashtimet nga rregulli apo ato rastet kur edhe juristët më të mirë janë në dilemë se cilët gjykat duhet të drejtohen, me çfarë akti duhet ta iniciojnë apo ta investojnë gjykatën dhe gjithë ato me radhë. Po thoja, kemi dërguar përmbaruesit të gjithë dokumentacionin e dur, kemi lidhur dhe marrëveshje me përmbaruesin, përmbaruesi ka bërë fazën e parë të njoftimit vullnetar, në rast se nuk është bërë faza e parë e njoftimit vullnetar, pastaj jemi në fazën e dytë e ekzekutimit vullnetar, jemi në fazën e dytë e ekzekutimit detyrueshëm dhe në këtë fazë përmbaruesi fillon dhe ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për të garantuar ekzekutimin e detyrimit. Pra si fillim përmbaruesi i dërgon një njoftim dhe një kërkesë për informacion të gjitha bankave, të gjitha institucioneve siç është ASHK-ja, siç është regjistri i bankave siguruese, siç mund të jenë tatimet, siç mund të jenë të gjitha këto institucione nëpërmjet të cilave banka mund të marrë përmbaruesi mund të marrë vjenim në lidhje me gjendjen pasurore të debitorit. Në rast se konkludohet ose në rast se përmbaruesi informohet që debitori ka aseta apo ka llogari bankare apo ka të drejta të tjera siç mund të jenë aksione dhe gjithë ato me radhë, përmbaruesi vijon me urdhër dhe sekuestros dhe vendoset sekuestro mbi asetet e debitorit apo mbi llogaritë e tij bankare në mënyrë që të garantojë si fillim fakti që nuk do të tjetërsohen pasuritë. Gjithashtu vendoset sekuestro, vendosen edhe për pasuritë në institucionet përkatëse, në kadastër. Në momentin që përmbaruesi dërgon këtë urdhrin, nuk mund të bëhet asnjë lloj veprimi për tjetërsimin e pronës. Përmbaruesi ndërmerr gjithë ato veprime për të garantuar le të themi që asetet nuk do të ndryshojnë destinacion dhe nuk do të tjetërsohen, në mënyrë që ai të vijojë pastaj me ekzekutimin. Edhe vetë ekzekutimi ka faza dhe procedura të ndryshme, pra procedurat e ankandit, procedura të tjera që lidhen me marrjen direkte të vlerave monetare nga ana e llogarive bankare. Të gjitha këto në varësi të llojit, le të themi, të aseteve, në rast se ju jeni në rolin e kreditorit, roli juaj do të jetë mbikëqyrës ndaj veprimeve përmbarimore dhe duhet jeni shumë të kujdesshëm si jurist një kompanie apo dhe si individ i cili po ekzekutoni një vendim gjyqësor apo një titull tjetër ekzekutiv, duhet jeni shumë të kujdesshëm për të ndjekur hap pas hapi të gjitha veprimet e përmbaruesit. Pra nëse përmbaruesi po i zbaton në mënyrë të përpikt të gjitha parashikimet ligjore që lidhen me mënyrën si zhvillohen ankandet, mënyrën si bëhet shitja e sendeve në ankand, mënyrën se si bëhet njoftimi i institucioneve, kur janë rastet kur palët mund ta zgjidhin me marrëveshje, si vendoset vlera e sendit nga të dyja palët. Pra, të gjithë këto që është shumë e gjerë në fakt, të gjithë veprimtarinë e përmbaruesve, juve qoftë nëse jeni në rolin e kreditorit, pra juristit të kreditorit, qoftë edhe nëse jeni në rolin e juristit të debitorit, apo dhe vetë person në favor të cilit po ekzekutohet një titull ekzekutiv apo nga jush po ekzekutohet, nëse jeni në anën e debitorit ju vetë, duhet jeni shumë të kujdesshëm edhe të keni parasysh mirë të gjitha parashikimet tek kësaj faze të fundit le të themi të ekzekutimit, sepse ndodh shpesh herë në praktikë që përmbaruesit ka pasur raste të ndryshme kur janë kapur le të themi duke kryer veprimtari në kushtet e konfliktit të interesit, me neglizhencë apo në rast të keqbesimit të caktuara.
Kështu që roli juaj si jurist në këtë fazë është pikërisht ky që të mbikëqyrni, apo dhe nëse do jeni, pastaj nëse do punoni në fushën e përmbarimit, okay, është pak sa më normalisht, do duhet i dini më në detaje dhe të pret një pjesë praktike nga afër. Në çdo rast, siç thash, kur përmbaruesi nuk zbaton procedurën, pala mund i drejtojë gjykatës me ankim për kundërshtimin e veprimeve përmbarimore brenda 5 ditëve, pra nëpërmjet një ankimi të posaçëm. Kur palët nuk janë prezente, nga dita kur është njoftuar veprima ose mosveprimi që kanë marrë dieni për të, pra kur fillon ky afati 5 ditor është ideja. Kjo ishte pjesa e përmbledhjes që unë kisha menduar për le të themi menaxhimin e debitorëve. Fatkeqësisht duke qenë se seancat janë 2 orë dhe duke qenë se në vetvete detyrimet dhe procesi i ekzekutimit detyrimeve është shumë i gjerë, unë mundova që të fokusohem vetëm në 2 pika që unë i konsideroj pak sa më problematike në praktikë, që është kjo e faturave tatimore, duke qenë se është më e aplikueshme në rastet e shoqërive tregtare, dhe ajo e deklaratave notariale, duke qenë se është ajo që në praktikë ka pasur më shumë problematika dhe jurisprudencë, sepse palët, qoftë edhe vetë noterët, ende nuk e kanë të qartë dhe ende nuk kanë arritur të, le të themi, unifikojnë praktikën dhe këto akte notariale t'i bëjnë sipas kërkesave të kodit procedurës në mënyrë të tillë që të përbëjnë titull ekzekutiv. Tani, dhe shikojmë me radhë dokumentacionin e nevojshëm që juve ju duhet në rastet e ekzekutimit detyrimit. Vetëm një sekond, fillimisht kam shkarkuar 2 herë këtu, vetëm një sekond, ju lutem. Doja t'ju tregoja edhe kërkesën, një sekond. Doja t'ju tregoja edhe kërkesën për okay, duhet ta ha. Kërkesën për që i dërgon fillimisht juve si biznes debitorit në mënyrë që ai të bëjë shlyerjen e detyrimit. Do më falni vetëm një sekond sa ta dërgoj pak në email, duke qenë se pas kam shkarkuar 2 herë vetëm. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto sa morëm deri më tani. Kjo është procedura që juve nëse do të punoni në po e dërgoj te grupi. Nëse do të punoni në shoqëri tregtare do t'ju duhen pa diskutim, sepse siç thash ligji 2014 është i aplikueshëm vetëm për shoqëri tregtare dhe autoritetet publike dhe normalisht kjo si procedurë është një procedurë që ndiqet ekskluzivisht nga juristët, sepse gjithë raportet në gjykatat mbahen nga juristët. Nuk e di nuk nuk ka problem. Shikojmë një herë kërkesën që i drejtohet gjykatës dhe pastaj shikojmë në fund ato. Okay. Kërkesa për lëshimin e urit dhe ekzekutimit ka një format të tillë. Ju a tregoj vetëm në pjesën vizuale. Dhe çfarë duhet përmbaj? Siç thash, këtë neve ja drejtojmë gjykatës kryesisht kur kemi të bëjmë për ato raste që nuk janë vendime gjyqësore, të cilat siç e pam, në raste kur janë vendime gjyqësore, pjesa e urdhrit të ekzekutimit përmbahet në pjesën e dispozitivit. Kështu që për ato raste të tjera që kanë janë fatura tatimore, akte të tjera sipas legjislacioneve të ndryshme në fuqi, akte notariale, akte për dhënien që përmbajnë detyrimin në të holla, akte për dhënien e kredive bankare, akte për dhënien e kredive nga institucionet financiare, jo banka, dhe gjitha ato me radhë. Neve duhet i drejtojmë gjykatës në mënyrë që të na lëshojë urdhrin e ekzekutimit të kërkesën për lëshimin e ekzekutimit. Kjo kërkesë duhet përmbajë të dhënat tuaja si kërkues, apo nëse jeni kompani, të dhënat e nevojshme për identifikimin e kompanive, duke nisur nga emri tregtar, NIPT-i, selia qendrore, administratori dhe gjitha ato me radhë. Objekti është lëshimi i ekzekutimit për titullin ekzekutiv deklaratë notariale numër me emërtim, zakonisht emërtimi i këtyre deklaratave është përnjohje detyrimi, me deklarues palën i cili është deklarues dhe të dhënat e tij. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës debitore, shpenzimet gjyqësore në këtë rast janë vetëm për lëshimin e urit dhe ekzekutimit, janë vetëm shpenzimet
këto që neve le temi postare që bleme. Më thënë nuk është se ka ndonjë shpenzim ekstra. Baza ligjore është në 510 dhe 511 i kodit procedurës, në 510 që më parashikon cilat janë titulli ekzekutiv, në 511 në 511 që përmbante se kush lëshon urdhrin e ekzekutimit për titull caktuar ekzekutiv, normalisht për kompetencia drejton gjykatës, unë kam vënë Durrës, por normalisht doja drejtoni gjykatës e cila është kompetente nga ana materiale dhe territoriale sipas parashikimeve të kodit procedurës, që thash në rastin kur kemi të bëjmë me kompani, zakonisht është objekti, është adresa në cilën ndodhet selia dhe kështu me radhë duke u referuar rregullave të kodit procedurës, duhet parashtrohen rrethanat e faktit si dhe shkakun e lishëm të lidhjes së detyrimit. Pra, në rast se juve jeni një kompani dhe debitori juaj ju ka lëshuar një deklaratë notariale për njohjen e detyrimit, pra për njohjen e borxhit, juve do parashtroni të dhënat që ndërmjet kompanisë tonë dhe subjektit X ka ekzistuar një marrëdhënie furnizimi me shërbime të caktuara, marrëdhënia ka vjuar normalisht, pala nuk ka kryer pagesën, pra si ka lindur detyrimi, dhe do të thoni pastaj që pala vetë me qëllim për të garantuar dhe për të siguruar përmbushjen e detyrimit ka nënshkruar deklaratën notariale për një detyrim përmes të cilës ka deklaruar në përgjithësi dhe bulletin e tij të plotë se është debitor në shumën X, do të citojmë dhe përmbajtjen tjetër deklaratë çfarë do të përmbaj. Megjithatë, pavarësisht se ky detyrim është bërë i kërkueshëm, deklaruesi ende nuk e ka shlyer në respektim të deklaratës notariale, nuk e ka shlyer detyrimin e tij dhe detyrimi është bërë i kërkueshëm dhe i ekzekutueshëm, bazuar në sa më lart duke marrë në konsiderat faktin që deklarata notariale konsiderohet titull ekzekutiv sipas nenit pikës D të nenit 510 kodit procedurës, ku parashikohet se përbën titull ekzekutiv akte notariale që përmbajt detyrimet dhe gjitha këto me radhë, në çfarë parashikon neni 510 procedurës, dhe pasi plotëson në mënyrë kumulative kushtet e mëposhtme, deklarata, tham, ato kushte që duhet të ketë një deklaratë notariale që përbëj titull ekzekutiv, deklarata konsiston në një veprim juridik të njëanshëm, i cili përmbaj një detyrim të njëanshëm për pagimin e një shume në të holla. Detyrimi buron nga marrëdhënia e bashkëpunimit që ka ekzistuar në palë midis palëve. Detyrimi është i përcaktuar sakt, pra nuk ka asnjë ekuivok lidhur me masën e tij, pra vlera që u kërkoni është fikse dhe e saktë. Detyrimi është bërë i kërkueshëm, duke marrë parasysh gjithashtu parashikimet e ligjit që thotë që detyrimi notarial përmban detyrim në të holla dhe kjo përbën titull ekzekutiv, dhe referuar në 510 të kodit procedurës, ku parashikohet se titulli ekzekutiv vjen në ekzekutim nëpërmjet lëshimit të urdhrit të ekzekutimit, i cili duhet të përmbajë, pra urdhri i ekzekutimit që thamë që po diskutonim edhe me vajzën, urdhri i ekzekutimit që neve do t'i dërgojmë përmbaruesit dhe që duhet të lëshojë gjykata lëshon urdhrin e ekzekutimit bazuar në dokumentat depozituara dhe urdhri duhet të përmbajë të paktën gjeneralitetet e debitorit dhe kreditorit, origjinën e detyrimit, detyrimin konkret që buron deri në momentin e lëshimit të urdhrit, dhe për sa më sipër, normalisht ne do t'i kërkojmë gjykatës lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për deklaratën notariale, të përcaktuar në objektin e saj kontrate me vlerën X, shpenzimet gjyqësore dhe do t'i bashkëlidhim provat si vijon, pra deklaratën notariale, ID-n e palëve, nëse detyrimi ka lindur nga një lloj kontrate më parshme, do t'i bashkëngjisim edhe këto akte dhe tjera që vërtetojnë lindjen e detyrimit, pra të gjitha ato dokumenta apo akte të cilat ju mendoni se janë relevante në këtë rast dhe për të cilat duhet të vini në dieni gjykatë. Ta shikojmë pak a shumë në të njëjtën logjik, që është kjo është deklarata notariale për lëshim ndjes, deklarata notariale për njohjen e detyrimit, është e rëndësishme që thash të paktën palët nëse kanë prova të tjera të cilat janë të cituara dhe në deklaratë notariale, por janë të cituara edhe në urdhrin e gjykatës për ekzekutimin e detyrimit, duhet t'i bashkëngjiten. Qoftë dosjes përmbarimore, por edhe qoftë, pra, që jemi qartë, në rastin e deklaratës notariale juve që keni bërë para noterit janë cituar kontrata nga e cila ka lindur detyrimi,
atëherë ajo duhet i bashkëlidhet kërkesës për lëshimin e urdhrit ekzekutiv që do dërgohet në gjykatë. Nga ana tjetër, në rast se një dokumentacion i caktuar është parashikuar në këtë urdhrin e ekzekutimit që ka lëshuar gjykata, atëherë ju do duhet ja bashkëlidhni edhe dosjes që do i çoni përmbaruesit. Pra përgjithsisht ato dokumentacione ose ato akte të cilat ju i vlerësoni si të rëndësishme dhe të cilat lidhen drejt për drejt me detyrimin apo me mënyrën si ka lindur detyrimi. Gjithashtu kemi kërkesë për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për rastin kur do të çojmë në ekzekutim faturat tatimore. Si bëhet? Kërkues kemi gjithmonë këtu, do ta vërejmë që kërkues kemi gjithmonë shoqëri, sepse siç tham, në vetvete ligji i 2014 që parashikon faturat tatimore si titull ekzekutiv, parashikon që subjektet të këtij ligji mund të jenë vetëm shoqëri tregtare, pra ndërmarrje tregtare dhe autoritete shtetërore. Kështu që gjithmonë kërkues normalisht do të jenë shoqëri, sepse ato kanë lëshuar faturat tatimore. Objekti do të jetë lëshimi i urdhrit të ekzekutimit për titujt ekzekutiv faturat tatimore të lëshuara për subjektin do të vinë emrin e debitorit, pra subjekti debitor, identifikuar me NIP dhe adresën, të gjitha të dhënat e nevojshme për debitorin. Dhe faturat do të keni këtu të dhënat e faturës normalisht. Në rast se keni më shumë se një faturë, do t'i listoni të gjitha faturat. Në rast se pavarësisht se juve le të themi mund të keni 5 fatura dhe debitori mund të ketë shlyer gjysmën e njërës prej faturave, nuk ka rëndësi, juve do t'i listoni të gjitha faturat dhe pastaj thjesht vlera që do të përfundoni do të jetë ajo vlerë fikse që është debia aktuale. Dhe ashtu që nuk është problem nëse gjatë këtyre fazave le të themi bëhen pagesa të ndryshme, sepse në momentin që juve keni dërguar le të themi kërkesën për lëshim urdhri ekzekutimit në gjykatë dhe debitori mund të ketë bërë një pagesë të pjetshme dhe gjykata pastaj e lëshon urdhrin e ekzekutimit për vlerën e plotë, pa që në dieni që debitori ka bërë një pagesë të pjetshme, kjo pastaj është një element që ju ja bën ditë përmbaruesi dhe përmbaruesi pastaj thjesht vazhdon ekzekutimin për vlerën e mbetur, pra për atë vlerë që është ende pa shlyer. Si thash, juve këtu duhet të listoni të gjitha të dhënat që lidhen me faturën, pra subjekti tregtar të cilit për cilin është lëshuar, NIP-i i subjektit, numri i faturës, data e lëshimit, vlera në lekë që përmban fatura. Pak a shumë përbajtja është e njëjtë përveç faktit që në kërkesa për lëshim urdhri ekzekutimi kur duam të ekzekutojmë faturat tatimore, normalisht brenda në tekstin e kërkesës neve do të bëjmë dije gjykatën edhe faktin që institucionet tatimore i kanë konfirmuar faturat tona dhe që lëshimi i tyre dhe gjithë procedura është kryer në përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi, pavarësisht se juve do t'ja bashkëlidhni kësaj si kërkesë pa diskutim, por që edhe në tekstin e saj është mirë që i citohet gjykatës fakti që juve keni marrë dhe konfirmimet e nevojshme nga institucionet tatimore, të cilat vërtetojnë lishmërinë e faturës, faktin që ajo është lëshuar dhe faktin që ajo është deklaruar, le të themi. Normalisht në rast se juve do keni elemente të tjera apo rrethana të tjera të çështjeve konkrete që do t'ju bie të merreni apo të analizoni nëpër punët apo institucionet që juve do të punoni, pa diskutim mund t'i shtoni këto drafte që unë ju sjell gjithmonë kanë vetëm atë pjesën standarde, le të themi, megjithatë në çdo rast ato mund të pasurohen edhe me elemente të tjerë sipas rrethanave dhe nevojës. Në fund pastaj, si thash për sa më sipër juve do t'i kërkoni gjykatës normalisht lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për faturat tatimore të përcaktuara në objektin e kësaj kontrate në shumën me vlerë X, pra në rast se juve keni 5 fatura tatimore, secila nga 100.000 lekë, në fund juve do t'i kërkoni gjykatës lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për vlerën totale 500.000 lekë, që rrjedh nga 5 fatura tatimore të cilat kanë listuar në objektin e kërkesës. Do t'i bashkëlidhni faturat tatimore, të cilat duhet të jenë të njësuara me origjinalin së bashku me librat e shitjes, pra duhet të jenë çdo gjë duhet të jetë kartela e klientit, duhet të jenë të njësuara me origjinalin. Keni parasysh që në momentin që i drejtohemi gjykatës, në çdo rast, çdo provë që ne paraqesim, e cila nuk është në format origjinal, duhet të jetë e njësuar me origjinalin. Konfirmimin e faturave dhe librave të shitjes të lëshuara nga tatimet,
kartelën e klientit, dhe kjo e njësor me origjinalin, ekstraktin e shoqërisë, ekstraktin e subjektit tjetër, ID-n e administratorit, pra kryesisht gjëja që është më e rëndësishme është që juve të arrini të provoni gjykatës që faturat janë lëshuar në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Faturat nuk janë kundërshtuar, sepse nëse ju kujtohet tek që pam tek pjesa e ligjit të 2014 për vonesat në pagesa në detyrimet në marrëdhëniet kontraktore, e rëndësishme ishte që faturat tatimore ose këto akte të mos jenë kundërshtuar nga pala tjetër, pra të jenë pranuar. Dhe çfarë ndodh në praktikë zakonisht është më javë të fiskalizuar dhe normalisht është bërë edhe më e thjeshtuar procedura, le të themi, po në praktikë ka akoma raste, ose më saktë është gjërësisht e aplikueshme edhe fakti që në momentin sidomos kur kemi të bëjmë me kompani që ofrojnë mallra, që firmoset faturat tatimore nga ana e blerësit. Pra blerësi në momentin që i dorëzohet malli, i dërgohet dhe faturat tatimore në mënyrë që ai ta firmosë. Dhe gjitha këto nuk kuptojnë që ose nëse e ka firmosur, konsiderohet që e ka marrë të miqon e ka pranuar, ose në rastin ka bërë kundërshtimin e saj në sistem, sipas sistemeve të reja që përdoren, atëherë quhet merret të miqon që nuk ka kundërshtuar. Të gjitha këto për të treguar gjykatës që jemi në kushtet kur fatura është lëshuar rregullisht, është deklaruar rregullisht në institucionet përkatëse, si dhe është pranuar nga ana e blerësit apo nga ana e debitorit, dhe nuk ka asnjë ekuivok në lidhje apo asnjë kundërshtim në lidhje me vlerën që ajo ka, apo përmbajtjen apo lëshimin e saj në tërësi. Thjesht nuk e di nëse ju erdhi në WhatsApp, dërgova një, doja t'ju tregoja pak, atë më falni vetëm 2 sekonda sa t'ju dërgoj, doja t'ju tregoja edhe këtë njoftimin që zakonisht dërgohet debitorit. Ja kam nisur në Google Drive. Vetëm një sekondë, ju lutem. Njoftimin që i dërgohet debitorit në rastet kur ai është në vonesë. Pra, që ta kuptoni ideja është tu që në momentin që neve kemi një debitor, para se neve t'i drejtohemi gjykatës për të bërë për të kërkuar lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, neve fillimisht është praktik nga shumë biznese private, por edhe e këshilluar për të vënë debitorin në vonesë, është që t'i dërgohet atij një njoftim paraprak. Pra në momentin që juve kemi një debitor që duhet të paguante në datën sipas kontratës së timi, duhet të paguante në datën 10. Dhe data sot është 23 dhe nuk ka bërë asnjë pagesë. Sugjerimi është që përveç se fakti që janë të normale këto që bëhen në praktikë, që merret në telefon debitori, thuhet që kjo është debit, i dërgohet edhe një shkresë zyrtare. Një shkresë zyrtare përmes të cilës njoftohet që përshëndetje, referuar marrëdhënies së ofrimit të shërbimeve, furnizimit, marrëdhënies tregtare që juve keni në tërësi, neve ju kemi furnizuar me shërbime të caktuara, për të cilat kemi lëshuar dhe faturat tatimore, të cilat juve i keni pranuar rregullisht, por juve nuk keni kryer pagesën, dhe e njoftoni, lutemi kryeni pagesën brenda afatit X. Në rast se ato nuk kryeni, më thënë e bëni me dije që në rast se juve nuk kryeni pagesën brenda këtij afati, atëherë do të drejtohemi gjykatës me kërkesë për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, do të kërkojmë tek kamat vonesat ligjore. Pra, nëpërmjet kësaj mënyre juve vini në vonesë debitorin, e njoftoni paraprakisht për ekzistencën e debis, i lini një afat dhe pastaj vijoni me kërkesë për lëshim urdhri ekzekutimi. Sepse mund ndodhi në praktikë që neve mund mos kemi kontratë dhe thjesht të jetë një marrëdhënie furnizimi direkte që palët me mirëbesim, le të themi, siç ndodh në Shqipëri, të furnizojnë dikë me mallra apo shërbime dhe në mirëbesim të pretendojnë që do të kryej pagesën në një afat caktuar. Dhe kjo shkresa është për t'i vërtetuar e gjykatës që ju e keni vënë në vonesë debitorin, ai nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të bërë shlyerjen e detyrimit. Uroj që të jemi qartë deri te kjo pjesa. Më thoni nëse keni ndonjë paqartësi. Okej. Gjëja tjetër që doja që të shikonin pak, në fakt duke qenë se askush nuk është se më solli një
zgjidhje të këtij kazusit. Nuk e di nga goca që kemi online, ka arritur ndonjëra ta shikoj të kazusin e marrëdhënies punës që bëm herën e kaluar? Më dëgjoni? Vajza? Okej. Po e marrë një qënë që nuk keni arritur do ta shikoni, dhe unë po ju alë që ta shikojmë javën tjetër. Me shpresën që javën tjetër do të keni arritur të hidhni një sy, sepse është shumë e rëndësishme që le të themi këto procedura që neve përsërisim dhe shikojmë këtu dhe këto akte që unë ju dërgoj çdo javë, është shumë e rëndësishme që ju të vini në praktikë realisht dhe krijoni vetë për shembull në rast konkret do ju dërgoj një kazus për ekzekutimin e detyrimeve dhe të arrini që të krijoni vetë le të themi një kërkesë për lëshim urdhër ekzekutimi, të arrini të krijoni vetë një vendim për zgjidhjen e marrëdhënies punës, sepse detyrimisht në praktik vetë do t'i krijoni dhe ajo është thjesht sa për t'ju praktikuar në mënyrën e të shprehur dhe në mënyrën e të bërit kërkimin, qoftë edhe kërkimin ligjor, se ku ta kërkoni dispozitën ligjore, se kush dispozitë ligjore ju aplikohet në rastin konkret, se si duhet, le të themi në rastin e këtij kazusi që unë kam dërguar për marrëdhëniet e punës, se si duhet që të bëhet zgjidhja pra në cilën nga mënyrat që parashikon kodi i punës, apo në kazusin që ju dërgoj për ekzekutimin e detyrimeve, pra pas kësaj seance, në çfarë mënyre do duhet që i drejtohet gjykatës pala, pra do duhet të drejtohet me një kërkesë padi, do duhet të drejtohet me një kërkesë për lëshim urdhër ekzekutimi, dhe nëse i drejtohet me kërkesë për lëshim urdhër ekzekutimi, kush është titulli ekzekutiv në këtë rast, të gjitha këto me radhë do duhet që t'i prekni vetë në mënyrë që të zhdurbjellësoheni te kjo pjesa e hartimit të akteve ligjore dhe ndjekjes së procedurave. Nuk e di, unë kaq isha përgatitur për ditën e sotme, nuk e di nëse keni ndonjë pyetje apo ndonjë paqartësi. Më thoni. Gjithsesi, nëse do keni ndonjë paqartësi apo ndonjë pyetje të caktuar në lidhje me sa diskutuam sot, mund të ma shkruani pa frikë te grupi, gjithashtu unë ju kam dërguar edhe në email, në WhatsApp ndjes, ju kam dërguar edhe emailin tim ku mund të më dërgoni edhe ndonjë kazus që juve keni nevojë për një opinion, apo edhe nga ty Elida apo pres të shikoj pak atë procedurën që diskutuam. Domethënë për çdo lloj gjëje mos keni fare problem që të më shkruani dhe të më pyesni për gjëra qoftë për seancën apo qoftë gjëra që janë të lidhura me këtë nga praktika juaj. Okej, nëse nuk ka ndonjë pyetje tjetër, unë po ju përshëndes, ju uroj një fundjavë sa më të mbar. Ditën e nesërme do merrni të gjithë materialet që diskutuam sot dhe seancën e regjistruar. Për çfarë lloj gjëje mos hezitoni. Po mendoj që javën tjetër, duke qenë se javën e kaluar ishte Bajram dhe nuk arritëm dot të zhvillonim seancën e programuar, javën tjetër po mendoj që të zhvillonim 2 seanca, pra të zhvillonim të gjitha këto pjesën e akteve proceduriale, nga akti administrativ të kërkesë padia dhe deklarata e mbrojtjes kundër padia. Gjithsesi më thoni juve, sido që ta keni dëshirën, mendimi im ky është që të zhvillojmë të dyja seancat për një herë, duke qenë se janë dhe të lidhura le të themi me njëra tjetrën për nga tipologjia e akteve që janë, kështu që mendoj që do kishte interes që t'i bënim si rjedhim. Gjithsesi më thoni nëse keni ndonjë mendim ndryshe apo ndonjë sugjerim. Ju uroj t'ja kaloni sa më mirë dhe shihemi javës tjetër. Ditën e mirë. Pafshim.